Jemi me Liza Gjikën tani. Kjo periudhë është periudha e shigjetarit, kështu që për të gjithë shigjetarët na duhet vëmendje për të marrë disa këshilla specifike astrologjike nga astrologja dhe numerologja jon Liza Gjika. Përshëndetje, jam shumë e lumtur që jam në periudhën time. Edhe ti je shigjetar? Po. Tani do thot dikush që po i bën lëvdata kaq shumë, do ta provojnë gjatë kohës, në fakt. Është periudhë e mirë, është periudhë shumë optimiste, shumë e fortë dhe mjaft e fuqishme. Në çfarë aspekt? Në të gjitha aspektet. Dashuria do të jetë dinamike. Paraja do të jetë e fortë. Biznesi do lëviz. Domethënë është një motor që vën në lëvizje gjithçka. Kështu që është shans dhe mirësi nëse ke një shigjetar pranë. Ne jo kot të cilësojmë që Jupiteri është planeti i fatit. E pra ne kemi Jupiterin dhe ne jemi ajo pjesë e vogla e fatit që vend te secili. Kështu që shigjetari ka ardhur pikërisht tek ju sot dhe jep mirësirat nga më të mëdha. Ju shfrytëzoni mundësitë dhe koha është e shkurtër. Të kuptojmë, ato që kanë ngecur e nuk kanë ecur, kjo është një arsye shumë e madhe për të shpejtuar dhe për të vepruar. Pra, këtu e favorizon kjo periudhë shigjetarin. Pikërisht. Planet që kanë mbetur pezull. Pikërisht, kanë ngjerur pezull ose nuk kanë avancuar, kjo do të jepet shanse dhe mundësi shumë të mira. Dhe siç e tham që vazhdon të jetë në retrograd Jupiteri i vet, janë për të rregulluar dhe për të ardhur shansi i dytë. Themi që wow, si miku ky shans. Ja pra, shansi i dytë erdhi, shfrytëzohet dhe vjen shumë dinamik. Meqenëse jemi në periudhën e shigjetarit, mund të më tregosh disa karakteristika të Atëherë, shigjetarët janë të shpejtë, të shkafët, edhe në mendime, janë kreativ, janë gjithë një ndihmës, nuk kursehen për të dhënë ndihmë, janë njerëz të dashur, shumë punëtor dhe shumë nervoz. Nuk do t'ja marrësh për keq, mendimet e tyre edhe veprimet edhe fjalët i kanë shumë të shpejta, i kanë të prera, duken pak të tharta, por dëgjohet deri në fundit. Domethënë, janë mësues shumë të mirë. Dhe aq më tepër dikush që ka më shumë përvojë në jetë, e kupton? I jepet, po dhe një shigjetar i ri e tregon veten e vet, edhe një fëmijë e tregon vetë që është shigjetar. Është i prerë, është i shkafët, është i zoti, është gjithë një ndihmës, ka shumë me panti, është njeri me shumë ndjenja të fuqishme, më kupton? E vë dhimbjen e tjetrit e konsideron tamam, domethënë është një njeri nga pantia. Po, shumë i madh. Kështu që është shans. Unë ndjem shumë mirë që jam shigjetari. I ke të gjitha këto karakteristika? Unë kam të gjitha këto. Ndryshojnë në varësi të Jo, i kam që të gjitha këto karakteristika. Edhe lëndohem në fakt, por bëj paqja me veten, them pse duhet të lëndohem. Në fundit, unë u ndodha për ndihmë. Edhe kur s'ma kërkojnë ndihmën, por e pas shumë të arsyeshme. Tjetri, për shembull, ikën, sot as faleminderit, s'ka gjë. Unë bëj paqja me veten. Unë duhet të punoj. Se dikush thotë që se kam faleminderit, nuk është minjos. Jo. Ti duhet të jesh minjos për atë që ti bën. Nëse ti e ke bërë këtë gjë, se për diçka, mendimi im është gabim. Absolutisht. Unë e bëj se e ndjeva, as pres asnjë gjë. Se s'lidha në një kontratë, për shembull, falë. Duke qenë se është kjo periudha e shigjetarit, me cilat nga zodiakët e tjerë ka ndërveprime të mira që ndikon më së miri, duke marrë me radhë, si Atëre, duke thënë që nëse ne kemi periudhën e shigjetarit, kemi trekëndçin, është trekëndçi Dash, shigjetar dhe Luan. Këta janë që lëvrin më shumë tani. Kanë më shumë forcë, më shumë dinamik, me planet e veta. Domethënë dielli shkëlqen edhe te këta. Ajo copës e vogël që shkëlqen, i shfrytëzojnë. Është një anë shumë e mirë dhe pozitive. Por dhe nga shenjat e tjera, mund të kenë në hartën e tyre Jupiterin atje ku është shumë dominant, që mund t'i bëj shumë mirë në veprimet e veta. Se do thot dikush që unë jam ujori, më ç'lidhje kam unë, për shembull jam që më bë kjo gjë. Në hartën tënde, diku do ta kesh Jupiterin, që ty t'jep spunto, t'jep fort, t'jep ide të shkëlqyera, nuk të lë pezull, nuk të bllokon, përkundrazi. T'jep dritë. Dhe shigjetari duhet, shenja më e bukur që mund të shkojë shigjetari, është ujori. Është lidhja ideale me ujorin. Ujori është burim idesh, por është i ngathët në veprime. Është njësoj si kur vemi mbushim gjithë një ujtë e pusi. Pusi ka ujë gjithë një, ne do marrim. Nuk ka forcë për të ikur. Nëse në krah ka një shigjetar, shigjetari i jep forcë. E shtyn e motivon. E shtyn se shigjetari nuk shikon në rrezik. Nëse e tha, e ndërtoi rrugën. Atëherë, guximi është gjysma e fitores. Le të kesh pengesa përpara. Do t'i ka përxesh, ti e fillove nismën mirë, s'ka pengesa. Absolutisht. Frika i bën njerëzit, e mendojnë, por pastaj të riqen se në mendjen e vet
nxjerrin gjëmba rrugës, për atë këto gjëmba, çfarë bëjmë? Do ikim, do çajmë. Do ka përcen. Pastaj ja një sakrificë e tillë, nëse nuk ka gjëmba rrugës, nuk kuptohet dhe nuk ndihet dhe ti çfarë do tregosh nesër? Do thonë kalova një rrugë, se kupton se mund atë. Do një çik adrenalinë. Kështu që do pak forcë, do një çik ngacmime, do pengesa, dhe këto të bëjnë akoma më me përvojë, më të Zotin dhe më të fuqishëm. Pra, shigjetar ujoro, një lidhje shumë e fuqishme, ideale për këtë periudhë. Shigjetari shkon edhe me këto shenjat e tjera. Shigjetari është i ndryshueshëm. Nga trekëndçi që kemi zjarrit, trekëndçi ujit, trekëndçi tokës dhe trekëndçi ajrit, njëra nga këto është e ndryshueshme. E ndryshueshme është shigjetarit e zjarrit, meqense jemi te shigjetari. Tek toka është virgjëresha, e ndryshueshme. Tek ajri është binjakët të ndryshueshëm. Tek ku e kemi? Te uji të ndryshueshëm kemi peshkit. Më kupton? Të gjitha këta shkojnë mirë me njëri tjetrin. Do të thënë gjejnë gjuhën e përbashkët. Më kupton? Është një lidhje shumë e bukur, është shumë interesante, ç'është e drejta. Astrologjia është shumë e bukur dhe ka gjëra shumë të bukura. Dhe kur ndërthuret edhe me numrat. Kuptohemi. Sigurisht që është pikë shumë referuese e duhur. Datëlindet tona janë kode. Ajo e para flet për shpirtin tënd dhe numri fundit që del, e kthejmë dhe atë një shifror, është për të ardhmen tonë. Dhe nëse ne duam të ndërtojmë diçka të bukur në jetën tonë, do presim të kohën. Cila është koha? Pra, është koha më e përshtatshme në dimër, kemi shigjetarin, periudhën vetëm të shigjetarit. Bëj veprime. Të gjitha sukseset i referohen kësaj periudhe. Në të gjitha anët. Në të gjitha anët. Shkruaj vitin, shkruaj datën tënde dhe prit momentin e një date që tjetë të tërat janë harmonike. Për shembull data 2025, ai supozojmë jemi në fund. Del një 9 apo jo? Atëherë çfarë duhet të zgjedh? Duhet të zgjedh datën 8. Çfarë date mund të jem unë? Mund të jem data 7. Domethënë 7, 8, 9, kjo është harmoni, vepro. Vepro në mënyrë harmonike. Në mënyrë harmonike, nëse këto janë harmonike, je njësh me natyrën. Bukur. Ti shikojmë pak se si do të ndikojnë dhe shenjat e tjera, për shembull me dashin, demi të themi diçka për secilin prej tyre, sepse kuptuam se si ishte kjo periudhë për shigjetarin, duke qenë se është në periudhën e vet më të mirë dhe është muaji i vet. Bashkëveprimin që ka me ujorin dhe me shenjat e tjera, tani të shohim dashin si do të jetë kjo periudhë. Kur vjen shigjetari, të gjitha këto shlirohen. Ndjejnë me të vërtetë sikur është diçka magjike. Edhe pengesat që kanë një flakin tutje, domethënë nuk i quaj, minimizohen brenda vetes. Nuk kemi të ngrysur më, siç ishin për shembull te periudha e akrepit në fund, që e nisën bukur dhe në fund na ran gjithë ato problematika. Këto janë më të kapërzyeshme, këto janë më të forta. Këto i bëjnë njerëzit të gjitha shenjat që të ndjehen më bukur, të flasin më lirshëm, të veprojnë më lirshëm. Kështu që dhe shenja e dashit që është aktive, në fakt, se aty është nisma që fillojmë, e bëjnë dashin që ti hedhi poshtë të gjitha ato që ka mendoj, ose mund mos i harroj, mos i kujtoj fare, por të bëj një nisëm të re, dhe e merr me shumë guxim. Domethënë, periudha e shigjetarit ju jep njerëzve një guxim të jashtëzakonshëm dhe bëjnë veprime, pavarësisht që ajo mund të zgjasit disa, por në fund të fundit, gjatë kohës së dimrit, ne kemi dhe periudhën e marsit që mund t'i përfundosh gjërat. Domethënë, është një periudhë e shkurtër, 3 mujore, më kupton? Kështu që i përfundon gjërat. Je në periudha shumë të mira. Kjo u jep shenjë, domethënë forcë, i jep demit që është një tokës me problematikat e veta, në raportet e tyre, në anë të biznesit, i jep spunto, shlirohen, është njësoj si kur ke ngarkuar një shark të rënd plot me ujë, e më në fund të heq atë dhe të pe një diell. E në diell çfarë do bësh? Do fillosh të shkrifesh. Po dhe një të gjë kemi edhe binjakët që fluturojnë, domethënë është një periudhë fluturimi. Është një periudhë komunikimi shumë e bukur, gjejmë mënyrën e të folurit shumë mirë, meqense janë dhe elementa të ndryshueshëm dhe vjen në favor të shigjetari që janë prapë të ndryshueshëm, gjejnë degëzime dhe rrugë të shkurtra dhe shumë të bukura për të realizuar disa qëllimet e tyre. Mund të kenë edhe udhëtime, se shigjetari si parim ka udhëtimet që i bën shumë mirë këtë periudhë. Domethënë e ngop me oksigjen, me ide të reja, me gjëra të reja dhe shëtitja i bën mirë të tëra këtyre shenjave që janë më tepër të ndryshueshme, që është e drejta. Një ajër i ri dhe një atmosferë e re apo një klim tjetër. Kështu që futemi te gaforia që është e mbyllur në guaskën e vet. Kjo është një periudhë shumë e bukur. To shikosh gafore do janë rreth shigjetarëve këtë periudhë për të marrë forcë. Është fuqia magnetike që vjen rreth shigjetarit për të marrë këtë spunto. Edhe për të marrë këto benefite. Shigjetari si i pakursyer që është, i jep me shpirt të gjitha këto.
lumë ata që i ka pranë dhe lumë ata që e dëgjojnë. E kupton se shumë flasësh, po varet kush dëgjon. Po, varet dhe sa përballje merr ato që ke përballë. Kështu që kemi dhe luanët, të cilët janë vetë të shtjelluar tani në këtë periudhë, se tash 3 këndshit tyre, që dhe ata vrapojnë, që është e drejta, pavarësisht që nuk vrapojnë shumë shpejt, po vrapojnë. E shikojmë që vrapojnë, e shikojmë që rregullojnë disa gjëra që kishin për gabim. Është një mundësi e artë për të rregulluar disa defekte, disa komunikime që kanë qenë të ashpra edhe të mërzitshme, por e shikojmë që zbuten, ulen, mase nuk kërkojnë falje, se janë kryeneç, e kupton? Por mënyra e të folurit është që kanë rënë, totalisht. Dhe tjetri kuptohet kjo punë. Mos preso njëri që më falë, nuk të thotë më falë. Këto shenjat e forta nuk të thonë më falë. E kupton? Po veprimet e tyre, po tani, duhet mësuar që në fillim ajo punë. Ne flasim për sistemin që jemi. Për sistemin që jemi. Arsyeja. Futemi të peshorja, të Virgjeresha. Virgjeresha që thamë që është ndryshueshme, është me kapërzime shumë të mira, puna profesionale jetën, aq mirë sa se kejde, tani do t'i vinë oferta shumë të mëdha dhe shumë të mira. Virgjeresha është një element që e do dhe punën, po shikon dhe ekonominë. Domethënë, gjithë një anon nga ajo punë dhe bën një plan projekt. Kjo është një aftësi e saj. Analizën ajo e bën në mënyrë më të shpejtë, më rekorde. Domethënë që e nxjerrë në kohë reale. Kështu që kemi një Virgjeresh që fluturon dhe me udhëtime shumë të mëdha për bizneset e veta, ose për kurse, seminare, që janë këto, për të ditur, për të mësuar, për eksperiencat e veta. Kjo është një anë shumë i mirë, pavarësisht që ka disa pengesat nga të resa të vogla nga familja e vetë. Mund ta ketë dhe nga familja e madhe, por jo se nuk ka përgjegjësi, nga do që të vej e ka dhe këtë lloj përgjegjësie, më kupton? Por ndihet happy, nuk është se, e kupton, i minimizon disa gjëra ose i ndan. Ka bërë disa racionime, e kupton, dhe rrugën e saj e do gjithë një të pastër, mori funda e punë. I ka përzën shumë kollaj. Aty futemi te peshorja. Peshorja është pak te ekuilibri. Është pak e dytëzuar, si gjithmonë vjen e dytëzuar. Pavarësisht që ndihet e gëzueshme, do japi gjërat e mira e ku ta diun, por do e fus një gjë se nuk rri dot, se mund ta anoj shporta gjithë një këtej, se i kanë shtrëmër. Kështu që do e fus edhe një gjë tjetër. Gjithsesi ndodhet në pozicione shumë të mira. Megjithëse ajo i jep në mënyrë paralele të dyja veprimet, si të mirën dhe të keqen. E kupton? Por të dyja këto janë për interesat e veta, jo për interesat e të tjerëve. Domethënë gjithë një lufton për interesat e veta, për ta ndërtuar atë sa më mirë brenda vetes. Dhe ajo pjesa e keqe është që e mendon me frikë dhe me ankth. Jo se vepron, po e mendon. Domethënë bën balancim në këto forma. Na e mira bën veprime dhe mendimin e ka të frikshëm edhe ankthin, pa sigurinë, do me thënë këtu. E kupton, por gjithsesi ecën, është një metodë e re që mund ta fusim në jetën e vet. Po. Tip strategjie. Akrepi. Atëre, kemi akrepin të cilët kanë pasur disa goditje të forta periudhën e parë, edhe të fundit, po shikojmë që janë më të zbutur, më të përqendruar, ndoshta dikush e ka ndjerë gafën apo veprimet që ka bërë dhe mund të heshtë pa zë, pa kërkuar në një zvarritje, se nuk janë tipa që zvarriten, por që e shikojmë më të shtruar, më të qetë. Disa mund t'i kenë këputur totalisht këto gjëra dhe fillon një jetë të re, do me thënë. E kupton pavarësisht pengjeve që mund të ketë pasur, apo pse doli, për shembull kjo, e kupton, nuk ka fal vetes, do me thënë, që ka humbur strategjinë. Por shikojmë që ndërton një strategji tjetër të re, një mënyrë shumë të bukur, por mund të kemi edhe kthime nga e kaluara atje ku ishim. E kupton, kjo është një egoizëm i tyre që mund të ecë përpara. Kalojmë tek shigjetarin dhe ne thamë shigjetarin. Shigjetarin e kemi si është periudha më e mirë më e bukur e tij. Pricjapi. Atëherë kemi Pricjapin. Pricjapi është rregulator të ekonomia. Disa plane, dikush mendon për shtëpi. Është koha për të bërë këto shtëpi. O do bëj themelet, o marr vendime. Dhe nëse i ke bërë themelet në këtë muaj, do të thotë që ti do ecësh. Nëse ti nuk i ke bërë dhe ke një plan lëre në mars, se s'ke kohë. E kupton? Pricjapi është një shenjë shumë e mirë, punëtore shumë të zotë, por atë që ndërton vetë fort, me shumë sakrifica, me shumë pengesa, atë shkatron për 1 minutë. Janë shumë të rrezikshëm në vetveten e vet. Më kupton, janë shumë kokë ngjeshur, nuk u mbushet mendja kollaj, edhe nga inati shkatrojnë të gjitha. Kështu që janë shumë të mirë, ti mbash shumë afër, e duan shumë lekun, ç'është e drejta. Dhe kjo është një periudhë që ata korin para. Do t'u vinë disa lek. Do u vino një peshqesh, do vino një trashëgimni, mund t'u vi diçka, domethënë, benefit. Është fati tyre. Nuk e di mënyra se si.
universi mendon shumë mirë për këta. Kështu që vendosni çfarë duhet të bëni, dhe kjo është një periudhë shumë e bukur për të bërë fillimin. Po bërë fillimin, tani gjeni dhe kohën, mënyrën, çfarë datë ke, personi që do të është një mbyllje, mund të jetë një fillim. Po patjetër, është shumë i bukur për ta. E kupton sepse është një kohë shumë e bukur tani që u jepet një mundësi e jashtëzakonshme. Kalojmë tek ujori. Kalojmë te ujori. Ujorin e shikojmë shumë optimist, ndjehet shumë mirë. Periudha e shigjetarit i shliron edhe ujorët në mënyrë perfekte, u jep udhëtime shumë të mira. Mund të jenë udhëtime biznesi, por mund të jenë udhëtime dhe familjare shumë të këndshme. Po kupton, ndjen shumë happy, dikush mund të presi edhe antar të rinj. Këta janë tipa që kërkojnë shumë paqe në jetë, ju pëlqen kjo ide dhe gjithë një janë regulator të gjërave dhe kjo është një mundësi për t'i dhënë, dikush mund të merret me organizata shumë të mira për këshilla, për paqe, për, si quhen, adoptojnë kafshë, e kupton, domethënë mund të bëjnë dhe propaganda të tilla. Janë elementa, është një periudhë shumë e bukur e tyre për të shpalosur dijet, mundësitë dhe aftësitë. Dhe shenja e fundit? Shenja e fundit peshqit që futet tek të ndryshueshmit dhe peshqit kanë edhe Jupiterin brenda. Ndihen shumë happy, ndihen shumë mirë, ndihen shumë të fuqishëm, ju pëlqejnë të shetisin, bëjnë një komando, domethënë marrin një fuqi në vetvete dhe një zotrim në vetvete. E përjetojnë këtë periudhën e fundit të vitit? Shumë të bukur e përjetojnë dhe ndihen shumë mirë. Janë njerëz që ju pëlqejnë shumë dhe ngjyrat, mundoni t'i vishni ngjyrat janë shumë të bukura në dimër. Atëre, peshqit kanë shumë bukur ngjyrat bam, ajo do t'i japi shumë energji këtë periudhë, me ngjyrat e ndezura bam që ju pëlqen, dhe udhëtimet do t'jenë shumë të këndshme. Dhe raportet brenda në çift do t'jenë shumë të buta, sepse ju pëlqen të udhtojnë. Edhe gjithë propaganda është udhtimi apo tenismat e reja. Apo tenismat e reja. Kështu. Të lumt goja. I thash për të gjitha, kështu që shigjetari është në periudhë të shkëlqyer me të gjithë organizatën e vet. Me gjithë zodiakët e vetë. Dhe drejtimet, pa dyshim që është në periudhën e vetë, në muajin e vetë. Do mosdoj që do të ndikoj më së miri në të gjitha planet që ai ka. Si fillim po, nuk e di më mbrapa, nuk i themi. Do t'i themi në ditët dhe në javët në vazhdim, se si shenjat se cila e mbyll vitin. Fund viti është një përjetim më vete, është një reflektim më vete, kështu që edhe në aspektin astrologjik, patjetër kemi shumë për të thënë, do të jemi sërish me Lizën në ditët dhe javët në vazhdim. Faleminderit Liza, të uroj javë të mbarë.